Është tema që unë do të trajtoj sot është një temë shumë interesante, që për 80 vjet e më shumë ka qëndruar si një shaq i nxehtë mbi kokat e çamëve dhe ka qenë një nga synimet kryesore të politikës greke për të jollosur çamërit si bashkëpunëtor me pushtues. Kjo temë vazhdon dhe sot, kjo akuzë vazhdon dhe sot, kjo propagandë vazhdon dhe sot, dhe kjo propagandë ka qenë kaq e fortë e qarkeve nacionaliste greke, sa që edhe në dokumentacionet e huaja, sidomos të atyre të anglezëve përmendet një bashkëpunim i devotshëm i çamëve, i komunitetit çam me pushtuesit. Mjafton të kujtoj se në dokumentat britanike në vitin 1943-44 thuhet se 3000 çamë bashkëpunuan me Gjermanët. Sigurisht unë do të trajtoj disa aspekte, nuk do të hyj shumë në hotësira, se kjo është një temë që kërkon një vëmendje të veçantë dhe këto kohën e vet. Problemi i çamërisë që mbet jashtë kufive të Shqipërisë në 1913 spekuloi shumë fashizmi italian dhe reaksioni fashist shqiptar. Pas futjes së trupave të italiane në Greqi dhe pushtimit të çamërisë, shtypi, radioa dhe propaganda fashiste shpërndante lajme të bollshme të përpjekjeve të shqiptarëve në çamëri nga Siberia greke, duke dashur kështu të injektonte dashurinë e Romës për minoritetin shqiptar në çamëri. Në fakt, interesimi për çamërinë mori formën zyrtare pak më herët, kur Ciano, kryediplomati italian, në fund të majit 1940 edhe në Sarandë, me bujë të madhe. Në fjalën e tij para të pranishme, kishte arsye të forta të bënte premtime të bushme. Pra, citojmë, duhet kërkuar një shkak që të justifikohet Italia të kërkonte çamëri. Para se të largohej Ciano, i la porosit mikut të tij dhe bashkëpunëtorit Beot çamërisë Nuritino. E para, të dërgonte në çamëri armatime dhe municione, duke shfrytzuar dhe mundësinë për të hedhur nga ajri. Të organizonte grupe çamësh me anë të njerëzve të injiti të qellorin pas shpine forcat greke. Dhe e treta, të krijoheshin sabotime e turbullime në çamëri. Por, qysh në fillim, kur forcat italiane pushtuan qytetin e Filatit më 28 tetor 1930, rezultoi një pritje e ftohtë për shqiptarë. Në shenjë hakmarrje, divizioni italian Siena arrestoi me 10 çam, të cilës sipas komandës italiane u treguan indiferent gjatë hyrjes së tyre në çamëri. Në proces verbal në mbledhjes që kishte organizuar Mussolini për të shqyrtuar gjendjen në frontin e luftës më 10 nëntor 1940, pra, pas afro 2 javësh të fillimit të operacioneve, thuhet, gjërat nuk shkuan si që kishin llogaritur, dhe siç na e kishin bërë të shpresonin drejtuesit politik, më këmbësi i përgjithshëm në Shqipëri Japamoni dhe generali Visconti Praska, komandanti i trupave në Shqipëri. Priteshin revolta prapa shpinës së forcave greke, ndërmarrja e aksionesh, revoltash, sabotimesh nga kolona e 5, popullsia çame. Asgjë nga këto nuk ndodhi. Mussolini me fjalën e tij shprehte zhgënjimin e tij të madh se çamët nuk mbështetën forcat italiane, ashtu siç parashikohej, e shpresoi. I pakënaqur ishte edhe komuni nga qëndrimi indiferent i shqiptarëve çam ndaj forcave italiane. Sipas tij, citojmë, vendasit shqiptar çam
nuk orientuar për të dhëna topografike që kërkonte komanda italiane. Kjo bëri shkruajtje e komunit që italianët ta konsideronin dhe ta popularizonin si një tradhti shqiptare. Pra, ka një paradoks nga pala tjetër. Propaganda greke gren akuza pa vend se dy batalione shqiptare që shërnuan Greqinë bashkë me forcat italiane kishin në përbërjet e tyre shumë çam musliman, të cilët ishin arratisur në Shqipëri, duke shtuar në vijim në thonjza se çamët musliman goditin ushtarët grek në tërheqje. Historiarja Eleftheria Manda jep vlerësime të gabuara për minoritetin çam. Gjatë luftës së dytë botërore, ajo shkruante, 1000 çam të armatosur të reparteve të çrregulla në komandën e Aziz Çamit ishin prej të parëve që shoqëronin italianët, të cilët shërnohej dhe sportiv çamëri. Dhe kështu paradoksi kompletohet. Krejt e fashizmit italian ankohen nga çamët në thonjza që nuk mbështeten dhe i tradhtuan, ndërsa propaganda greke akuzon si bashkëpunëtor me pushtuesit. Sa e pranishme ka qenë pjesëmarrja e komunitetit çam në mbështetje të forcave fashiste, mjafton të sjellim një dëshmi nga autorët grek të kësaj kohe, i cili shkruan: në thonjza, forcat italiane kishin në përbërjen e tyre element shqiptar nga rrethet e Konispolit, mbështetës të Hasan Hajrullahit, ndërsa muslimanët çam ishin të rrallë si gishtat e dorës. Pushtimi fashist dhe mbështetësit e tyre ekstremistë profashist çam si vëllezëri Dino krijuan situata të vështira në familjet e të krishterëve. Në këtë situatë të tensionuar, shumë familje të krishterë gjetën në mbrojtje në shtëpinë e muslimanëve. Kjo është një temë vete të mbështetjes e jetën muslimane të krishterët të çamërisë, jo vetëm për të shpëtuar jetën që ta shënuan, por edhe për të shpëtuar punën. Tensionet politike 1921-1922. Shqiptarët e çamërisë ishin të çorrotitur nga propaganda që bënte Nuridino dhe Mozardino kundër të krishterëve. Beu i çamërisë ndërkohë mori një fushat, mori një ekspedit kundër fshatrave malore të krajinës paralelisht në shenjë hakmarrje për Delianaki, për krimet që kishte bërë Delianaki në vitin 1990. Kjo ishte në pasojë një disfat e plotë. Unë i kam dëshmi nga bashkëkohësi që kanë qenë në ato formacione ushtarake, të zgurmulluara me presion edhe me mashtrimin nga Nuridino. Edhe çështja e kthimit të pronave u bë një burim konfliktesh të çamërisë. Pas kthimit nga internimit të çamëve. Pra çamët u internuan në prag të luftës italo-greke në 1920, njëkohësisht përfshirja e masës së çamëve u ishte në nëntor të vitit 1920. Këtu shpastruan çamët të gjithë meshkujt dhe në pohësin çamit u përdor një masakër, një grafike e përdorimi në familje çamit familje. Sigurisht që këto kishin krijuar një situatë të vështirë dhe të acaruar në popullsinë çame. Dhe grekët, kur Italia pushtoi çamërinë, hapi një propagandë se çamët janë hakmarrës, çamët do të na vrasin. Por këto nuk qëndron, sepse një historian grek, Zhango, në një nga veprat e tij thotë: çamrit me logjikë e mençuri nuk lejuan kur mërinë dhe hakmarrjen ndaj të krishterëve të pafashëm. Propaganda nacionaliste greke i akuzonte çamët si vrasës, kriminal, djegës të fshatrave, ndërsa po ky autor, Zhango,
në një nga veprat e tij rrëvullimin e parë shkruan: "Shikur shqiptarët çap ishin vrasës dhe kriminalë, do t'ishte zhdukur çdo fshat i krishterë që ishte në rrethinat e fshateve të Çamrisë." Pra këtu kemi disa pohime shumë interesante që duhen vlerësuar dhe duhet marrë në konsiderat, dhe kur shkruhet për Çamrinë, këta autorë duhet të jenë, veprat e tyre duhet të jenë në krah të djathtë të autorit, që në këtë mënyrë ne bëjmë një histori të vërtetë dhe largohemi nga propaganda e fjalëve nacionaliste. Në maj të vitit 1943 filluan disa konflikte. Sigurisht këto konflikte bëheshin nga njerëz që kishin një farë mlefi ndaj të krishterëve. Për shembull, një nga këto ngjarje është e majit 1940. Fshati Kastri, që është një fshat në rrethinat e Gumenicës, në mes të fshatëve të muslimane, gjatë luftës kur Çamrit ishin në internim, fshati Kastri, disa elemente krishterë të fshatit Kastri, grabitën, përdunuan fshati musliman të fshatit bashkë. Dhe këtu të shti njerëzit shkuan të akmeresin ndaj të krishterëve të Kastrisë. Paria e fshatit të Kastrisë lajmëroi parinë e fshatëve të muslimane, që ishin në periferi të Kastrisës, dhe ata kanë shkuar me një vendosmëri, me një herë për të mbrojtur gjatë derdhit. Dhe u arrit që të krishterët e Kastrisës, që ishin fajtorë, hajdut në grabitës, dorëzuan të gjithë plashkat e grabitura dhe në këtë kohë për muslimanë e varfër, muslimanë dhe Sëlitës, muslimanë dhe Grekohorit, morën dhe të për te i lumit të Spatarit, morën me vete disa familje të krishtera në shtëpitë e tyre dhe i mbajtën me javë e muaj të tërë derisa të kalon të ajo vala e trazira. Është për të përmendur fakti që popullsia muslimane, thotë Xhamo, nuk ishte dakord me krimin. Ata kërkonin të zhduknin armiqësinë dhe frymën e përçarjes. Ndryshe nga se propagandonte Nuridino dhe Mozardino, ta hakmeremi ndaj të krishterëve, që na kanë bërë këtë, na kanë bërë atë. Ndryshe nga se sa propagandonte Nuridino dhe Mozardino për të krijuar një përçarje në mes të muslimanëve. Dhe kjo përçarje që ata propagandonin, Çamria dhe Çamri e paguan shtrenjtë. Mjafton të kujtoj, në nëndor, në 11 nëndor 1920, në Gumenicë u vra Kristo Pitulli. Kristo Pitulli ishte një nga krerët, nga emrat, nga fishet më të shquara të vlekëve në Çamri. Ai kishte krijuar Gumenicën në 1928 dhe në këtë kohë shiti shumë bagdi, kishte rreth 25-20.000 bagdi, dhe siç ka mësuar nga profesor Kullumi, ata eksportonin lesh që në shekulli 17, ishte familje e madhe. Kristo Pitulli kishte marrëdhënie shumë të mira me shqiptarët. Jo marrëdhënie, domethënë në bazë interesash. Ky siguronte kullotën në Çamrin dhe ata e kishin këto si një klient. Por pikërisht Nuridino, Mozardino dhe propaganda italiane për të krijuar një përçarje, një konflikt ashpër mes të vllehve dhe Çamrit, vran Kristo Pitulli. Dhe kjo e paguan shumë shtrenjtë. Dhe në shenjë akmari shkonin në përkamet e përqendrimit dhe zgjidhin burrat e Çamrisë në dokumente. Po flas të gjitha çka lexuan. Dhe i merrin dhe shkonin në varrin e Kristo Pitullit, prishnin kokën dhe i thonin: "Thelis pjoema, do më gjak." Pra, unë
për këtë do të, në parantez do të zgjashpa, kam takuar një nipin e Kristopitulit në 2006. Ishte një rreth 85 vjeç. Dhe afroshte të mbjellë. Dhe më tregon disa emra çamësh që kjoja i kanë bërë krime të mëdha të çamërisë. Mua tha më kanë mra 17 vlejtë në një ditë. Por kur t'i vra këto vlejtësh? Në 22-shit, në vjetor 22-shit. Kur o vra Jasin Sadiku, i thash. Jasin Sadiku është vra në shtëpinë të këto vlejtë. Dhe në shenja Hakmari, i thash, e bërë këtë. Balkanës, Hakmarin e kam egë. Po edhe ju e keni të egrit. Dhe ju dhe ju vranë Kristopitullin në mënyrë të pafashme. U hakmarë, sigurisht ato ishin momente shpëndurie. Por e tha që di qarë thonë për fisin tuaj? Unë nuk ka për të botuar këtë i thash. Por thonë, këtë ju të regohë. A i tha, janë bërë dhe gabime, por hakmarja është e egër, dhe ndoshta pitulejtë në shenjë hakmarja. Ky në atë kohë ka qenë 30 vjeç, edhe ky ndoshta ka qenë kasapi këtë rrugë. Këtë mosgjatën, në këtë kohë, çamrit kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Mjafton që të kujtoj, feta hejt e Grigori. Feta hejt e Grigori. Shpëtuan nga djegja Platareja. Platareja kush ka qenë kur shkon në komunisht në kratë të bjartës plazhit, në kratë të majt është fshatin. Në shenja Hakmare shkuan për të djegur fshatin. Por fetajet ishin me njerëz shumë influencë. Shpëtuan fshatin. Shpëtuan dhe Grava. Grava është një fshat në periferi të Komunicës. Marrin tjetër, Nuridinua dhe Mazardinua donte të krijonte një përçarje në mes të fshatit Varfaj dhe një fshati tjetër që ishte Fkin. Dhe këta Fkinit, Mavrudi, quhet e fshati Mavrud, me të krishterë, kur këta ishin në krizë ekonomike dhe ishin lukur brenda nga presionet e Mazardinës, banorët e Varfaj i ndihmuan dhe i morën në mbrojtje. Një ndër këta ishte Jusufi Zeti. Ky Jusufi Zeti nga Varfali, për shkak të ndihmës që u dha të krishterëve, u burgos. Dhe këtë nuk e themi neve që u burgos, po e thot vetë Zhamba në veprën e tij. U burgosët që ishte një mbështetës i të krishterëve dhe nuk donte përçarje në mes të krishterëve dhe muslimanëve. Këto misioni të mrapshta i mori Nuridinua dhe Mazardinua. Mazardinua erdhi në Çamri në qershor të vitit 1941. Misioni i parë i Mazardinos ishte të krijonte partinë fashiste në Grigor, në Komunicë. Atje nuk gjeti mbështetje. Dhe prandaj shkoi në Filat. Në Filat mbroi parinë e fshatëve muslimane të Filatit dhe ju propozoi të krijojë partia fashiste. Mirë po, edhe në Filat, paria e Filatit u bën të qartë bashkëqytetarëve të tyre muslimanë nëse do të mbështetin propagandën fashiste që predikonte Deu i Çamrisë, Çamria do të kishte pasoja shumë më të rënda se si asnjëherë tjetër. Patriotët e Çamrisë treguan pjekuri, duke vendosur në krah të luftës antifashiste, duke thënë me zë të lartë se ky qëndrim duhet thënë me zë të lartë se ky qëndrim i shqiptarëve të Çamrisë i bën nder Çamrisë dhe popullit çam. Në Çamri filluan formacionet e para antifashiste. Qeta e para antifashiste në Filat u krijuan në janar të vitit 1943.
u kryuan formacionet e para antifashiste, faktori kryesor i zhvillimit të ngjarjeve politike ishte Prokopshchievi dhe Musarrevi. Dhe me këto formacione luftarake kishe shumë djem dhe vajza, edhe vajza, çapi. Por, duhet të ngrihet. Asnjëherë çaprit nuk e ndjen ngrohtësinë në radhën e forcave të amit. Ata janë parë në sy të shtërma dhe me mosbesim të madh. E di pse vjen kjo? Se kur krijuan formacionet e parë të amit në final, në Çamrik, në kontingentet e këtyre formacioneve hynë edhe kriminalët ishin arrabit. Vasil Ballumi, për shembull, ishte një nga kriminalët kryesor që vrau Yasin Sadikun në dhjetor të vitit 1942. Në fillim të janarit të 43, ai kaloi në qetat partizane të amit. Sigurisht, e amit i shifte me mosbesim të madh. Janë disa autorë grek që kanë qenë situar mbështetësit kryesor dhe kronistët e zervës në front. Ata thonë, ne kemi qenë të rrethuar nga pushtuesit fashist dhe nga Çamri. Një tjetër thotë, dy janë armikët kryesor të Greqisë, Çamri dhe fashizmi. Sa e vërtetë është? Kjo nuk qëndron. Sepse në vitin 1944, ku Këshilli Popullor i grupit Ellasit i dërgoi presidentit amerikan Roosevelt më 15 maj 1944 një mesazh ku thuhet: armiqt që kanë shënuar Greqinë janë agresorët italian, gjerman dhe bulgar, shqiptar nuk kanë pjesë. Dhe ky është një autor serioz. Ky ka qenë diplomati, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Greqi. Nga viti 1933 dhe në vitin 1946. Makvej ka e viti. Ky ka bërë një vepër të jashtëzakonshme. Unë se kam parë një vepër. Por kam lexuar tek këtu dhe ky e citon në librin e tij në faqen 529. Pra duhet të thonë sepse ka një vërtetësi. Po ka e të tjerë, për shembull autor grek, që tregojnë se komuniteti çak u rreshtua në krah të luftës antifashiste, nacional-shqiptare. Kundërshtarët kryesorë të kësaj qendrese antifashiste kanë qenë Dinejt, Mazardino, Nuridino, Xhemildino, Recep-Dino e të tjerë. Si shpjegojnë? Këta donin të krijonin një batalion e Çamrit të vinë në Shqipëri dhe të luftonin kundër partizanëve në Vërë, në Konispor, e në rrethin e të tjerë. Këta nuk e arritën. Dhe bile, aq e vërtetë është. Kryetari i Ballit Kombëtar të Shqipërisë, Mithat Frashëri, i dërgon një letër Nuridinos dhe i thotë, bën çmos në rrethet i njeftit janë të pasura, që janë të fare autoritetin, të grumullojnë forca vullnetare të krijojnë batalionin. Pra, duhet të theksojmë se ky komunitet, kjo popullsi e vogël e Çamërisë, nuk u bë prej e propagandës tuaj, por përkundrazi, ajo qëndroi në pozicionin që duhet dhe kjo neve në bën krenar. Sigurisht tu ka shumë materiale dhe duhet me orë të tëra që nuk ka shvras vëndi as kohë që të tërtojnë këto dhe nuk duhet që të hinë hollësi që të mos u hinë hake dhe këtyre mikve të mikve nashur. Faleminderit shumë.